I falenderohemi dhe madhnojmë vetëm Allahin Gjelle Gjelaluhu, ate i cili është një, dhe i përhershëm pa fillim, e i përhershëm pa mbarim. Kush e di sa me ju falenderu Allah Gjelle Shonuhu, asnjëherë nuk është mjaft. Pra, ati gjithmonë i takojnë falenderimet tona. Ajo është krijuesi i të gjitha botnave dhe furnizuesi i tyne me të mirat të pafundshme. Kurse salavatet dhe selamet tona ja përcjellmi në këtë ditë të bekuar dhe të madhnueshme atij i cili ishte krijesa më e mirë prej sa kriju botë dhe sa tjetë kjo botë, dhe mësuesi i botnave, dhe bajtësi i vullës pejgamberane Muhammed Mustafas sallallahu ta'ala alaihi wa ala ashabihi ajma'in. Pra, ati, familjes tina dhe sahabët të tina dhe çdo një besimtarin faqe tokës se tjetë kjo botë. E lusim Allah Gjelle Shonuhu, lutjet tona, ibadetet tona, teubet tona, zikret tona, dëshirat tona të hajrit, për hatër kësaj ditës madhnoshme, kabul e makbul të iban. Këta ditë, të ndershëm vllazër dhe motra, ishin ditët e disa ndodhijave të rëndësishme të cilët ja vlen që përkushtohet një hutbje e posaçme. E para, me izin Allahu Gjelle Shonuhu dhe ndihmën e tina, koha e haxhit 2012 ose 1433 mbaroi dhe disa miliona haxhiler, gra e burra, e krytën shartin e 5 të fesë islame. Secili prej tyne u mundohë këtë ibadet të bekuam sa më mirë ta kryejnë, që në fund i qetë dhe i lumtur të kthehet kë familja, akrabaja, farefisi dhe dashamirët e vetë. Pat edhe të tillë të cilët ndroni jetë gjatë krymës së haxhit. Po ata nga një aspekt pa të në fat të lumtur sepse e dha shpirtit të kryej ibadetin e 5 të fesë islame edhe atë në vendet më të shenjta në faqe tokës. Allah Gjelle Shonuhu ata dhe të vdekur të gjithë umetit Muhammed i shpërblet me xhenet i Firdaus. Secili haxhi dhe haxhie me plot të drejtë, shpirtnisht, me fort shpreson dhe beson se me kryerjen e haxhit e ka bërë razi Allahu Gjelle Shonuhu, kurse me zjaretin e vorrit pejgamberit e ka bërë razi të dashmin e Allahit Muhammed Mustafan dhe ka fitohet ditë mahsherit shefatin e tij alayhi salatu wassalam. E lusim pra Allah Gjelle Shonuhu që të pranon haxhin e haxhilerëve të si vjen, të atyre më herët dhe të atyre që në të ardhshme të kryejnë këtë ibadet jashtëzakonisht rëndësishëm. Në lidhje me këtë pikë ka shumë të flitet, por të mbarë parasysh se kom edhe 2 pika tjera të ceki këtë temë sot e lo me kaq, Allahi edhe njëherë i pranoft haxhin e haxhilerëve të gjithëve. Ndodhja e dytë është ndodhja historike e cila ka të bëjë me nënshkrimin e marrëveshjes shtetënore ose të shtetit në mes Hamburgut dhe përfaqësuesve të komuniteteve islam me shurën e Hamburgut, ditipin dhe faujkacetin në Hamburg. Pas negociatave 6 vjeçare, në fund u gjet forma definitive për një marrëveshje shumë të rëndësishme për Hamburgun si land dhe për muslimanët në ta, në Hamburg dhe jashtë atij, në tërë Gjermaninë, besa edhe tërë Evropën dhe botën. Marrëveshja u nënshkrujt me 13 ditën e martë kalume të 11/2012 në ora 13 në palatin historik të Rathausit në Hamburg. Me këtë marrëveshje komunitetet islame në Hamburg
me të drejta dhe të tyre barazohen me komunitetet fetare, evangeliste, katolike dhe ebreike në Hamburg. Me këtë marrëveshje historike, Islami zyrtarisht është pjesë e Hamburgut dhe i takon Gjermanisë, ashtu si i takojnë edhe fe tjera. Neve muslimanve na ushtu të drejtat, por me kaq nuk mbaron. Në të njëjtën kohë na janë shtuar edhe obligimet dhe detyrat. Muslimanët e Hamburgut, këtë potez jashtëzakonisht të rëndësishëm nga Hamburgu, asnjëherë nuk guxojnë të harrojnë. Duhet të jemi mirënjohës dhe me vepra të vërtetojmë se një marrëveshje të këtij lloji e kemi merituar. Pra, për hajër na qoftë kjo marrëveshje historike. Ndodhja e tretë e këtyre ditëve është ajo e cila ka të bëjë me kalendarin islam, me fjalë tjera, dje ishte dita e parë e vitit të ri 1434 të hijretit apo kalendarit islam. Pardje, u mushën rrafsh 1433 vjet të momentit historik, kur Muhamedi a.s. me shokun më besnik të tij, Hazreti Ebu Bekrin, e lavën lindjen e vetë Mekën dhe kaloi në Medinën e ndriçueshme, El Medinetul Munawwara. Pre ati momenti kaluan 14 shekuj e kusur. Gjatë të gjitha këtyre shekujve, bota islame ka kaluar në faza të lloj-llojshme historike. Bota islame gjatë të gjitha këtyre shekujve i pat baticat dhe zbaticat e veta, ngritjet dhe uljet e veta, përjetuan kohëna të famshme dhe krizat të hatashme, me det o Zot. Krijuan imperia dhe ranë në robria, arritën kulmin e luksuzeve dhe u ballafaqohen me dete dhe vështirësi të pafundshme. Mirë po edhe pse prej ditës së hijretit ka kaluar 14 shekuj e kusur, ku janë përjetuar raste dhe faza të ndryshme, kuptimi i hijretit as pak nuk e ka humbur fuqinë dhe freskinë e vet. Edhe sot e kësaj dite, hijreti me veprat e muhaxhirëve të Mekës dhe ensarive të Medinës ka fuqi të madhe për të inspiruar gjeneratat e sodit me shpresë dhe fuqi që të kapin rrugën e ringjalljes dhe përparimit e të arrihen armëria më të mira dhe më të lumtura. Ne muslimanët e shekullit 21 duhet të mburremi me këtë datë të cilën besimtarët e vërtet të fesë islame në fillimin e historisë së tyre e arritën të regjistrojnë këtë datë dhe të lëjnë kadem për një histori të pafundshme islame. Tani, ne që jetojmë në këtë pjesë të botës si musliman, në këtë largësi prej Mekës dhe Medinës dhe këtë largësi gjeografike prej Mekës dhe Medinës jashtëzakonisht të madhe, pas 14 shekujve me një jetë gurbeti bukur të rëndë e përkujtojmë hijretin e Muhamedit sallallahu dhe muslimanëve të parë dhe marrim sim prej tyre se hijreti brenda tjerave do të thotë kërkim i lirisë, paqes dhe kushteve më të mira të jetës së kësaj bote dhe jetës së botës tjetër, jetës ahiretit. Kuptimet e hijretit të cilët kanë të bëjnë me lirinë dhe paqen e muslimanëve, si nga aspekti fetar ashtu edhe nga aspekte tjera për botën islame, sot janë më të nevojshme se kur më herët. Rëndësinë e hijretit më së miri të kuptoi Hazreti Omeri, i cili diku 20 vjet pas ditës së hijretit të madhrueshëm e caktoi trazimin e pejgamberit dhe muslimanëve të parë prej Mekës në Medinë datë për fillimin e historisë islame dhe regjistrimin e saj se të jetë bota. Shpallja e Ikrës me shpellën e Hirës së Xhebeli Nurit ishte fillimi i vërtetës hynore në tokë. Mirë po, qëndrimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me Hazreti Ebu Bekrin në shpellën Thaur të Xhebeli Thaurit ishte vula e asaj të vërtetë në faqe të tokës. Me qëndrimin e pejgamberit me shpellën e Hirës, u vumi hiri se kjo fe ka tjetën këtë botë, se tje se kjo botë. Shpallja e Hirës nuk
përmendet në Kur'an. Ose shpella e hirës nuk përmendet në Kur'an. Kurse shpella e theurit, shpella e hijretit, përmendet në ajetin 14 të surës e Tobe, ku Allah xhaleshonu thot, idh huma fil gar. Kur ata dy, pejgamberi me shokin ma besnik të vetin, Hazreti Abu Bekrin, ishin në shpellë, strehun. Atje u mshelen. Atje u mshelen, u strehun, dhe mbetën aty dhe pritshin, ose të zhduken, ose të vazhdohet islamin më të tjerë. Dhe thot, qa ishin dert me zveti dhe në fund. Kajtën dert që të bëhet me nejtë ashti. Dhe në fund, idh yaqulu li sahibihi, Kurani e përcjell atë dialog mes pejgamberit dhe Hazreti Abu Bekrit. Dhe regjistron Kur'an se se bota të lexohet dhe të mbetet histori. Idh yaqulu li sahibihi, kur pejgamberi thoshte shokut të tij të vet, la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u pikëllo, mos u mërzit, se Allahi është me ne. Fjalë ma me vend në këtë rast, në këtë moment, nuk mundet me pas fjalë ma të madhe se kjo. Dhe nuk mundet me pas zgjedhje më e madhe se kjo. Kur të na derë të ndihma dhe mshile, mbetet ndihma e Zotit, mbetet t'jesh me ta. La tahzan, inna Allaha ma'na. Mos u mërzit o Abu Bekr, se Allahi është me ne. Këtë tjerët janë kundër neve, ndoshta. Amma mjafton ai të jetë me ne. Mandej thot, fa anzala Allahu sakinatahu. فأنزل الله سكينته kur Allahu zbriti qetësi atij, Ebi Bekrit, dhe Ebu Bekri u qetësua aq shumë, sa që çdo lloj fuqie, çdo lloj frike u largu prej tij, sepse e kuptoi se me pas Allahun me veti, është më mirë se me pasën tën botën. Dhe çka ka jashtë asaj prej fuqive materiale. Dhe Allahu xhaleshanuhu ju ndihmoi me një ushtri që ata dy nuk e pan. Shumë rëndësi është e. Thot Allah xhaleshanuhu fa ayyada, i përkrahi, i mbështeti, i forcoi me një ushtri që ata se shifshin. Por anë mishte ty në e pan. Atë ushtri anë mishte ty në e pan, dhe ashtu të ult, të poshtër, u kthyn prej shpellës dhe u vullos e vërteta Allahu xhaleshanuhu. Pra, Malti të Allahu fjalën e atyre që nuk besuan dhe vendimin e tyre i cili ishte ta likvidojnë pejgamberin e bani të urtën dhe mbet vendim i thjesht dhe kurrë tjetër. Kurse fjala e Allahut që do të ndihmon të dërguarit të vet dhe shokut të tij u realizua dhe shkoi dhe mbeti nalt se tjetë bota. Dhe mbaron ajeti, Wallahu azizun hakim. Allahu është më i fuqishmi, më i urti. Do me thonjet dhe kuptimet e hijretit të ndryshëm vëllezër dhe motra nuk kanë fund. Nuk kanë fund, por ne me kaq e mbarojmë këtë hutbë të sodit. E lutim Allahun xhaleshanuhu që të gjitha ibadetet kabul na i banë. E sidomos haxhilerëve si vjem haxhin kabul t'ja boje. Tani për hajrën e qoftë marrëveshja zyrtare, marrëveshja historike, zyrtare e pranimit të fesë islame në Hamburg, dhe për hajrën e qoftë viti i ri 1434 i hijretit. Allah na e pranoft lutjet tona dhe na uzoft rrugën e mbarë dhe na bëj që ndrojmë këtë rrugë, të jetojmë në rrugën e Allahut, të vdesmi në këtë rrugë dhe të ringjallemi në ahiret me të vërtetën e kësaj rrugës para huzurit Rabbil Alaminit. Amin. Heutige Hutba, liebe Bruder und Schwestern in kurz erwähnt 3 Themen. Erstens, mit Allah Ta'alas Erlaubnis und seiner Hilfe, Hajj-Zeit ist vorbei. Nach einigen Angaben dieses Jahr haben über 5 Millionen muslimische Frauen und Männer Hajj, die 5. islamische Säule, verrichtet. Jeder von ihnen hat sich mit aller Kräfte versucht, diese Ibadah richtig zu verrichten. Deswegen
jeder Haji und Hajia richtig hofft und glaubt, dass durch Hajj Allah Ta'alas Gefallen erreicht hat und dass durch die Jahre des Muhammad a.s. Grab das Gefallen Muhammad a.s. erreicht hat. Möge Allah Ta'ala die Hajj-Ibadah in diesem Jahr anzunehmen. Das zweite Thema in dieser Hutba ist die Unterzeichnung des Staatsvertrags zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und den islamischen Religionsgemeinschaften Schura Hamburg, DITIB und VKZ. Durch diesen Vertrag, der Islam und Muslime sind offiziell ein Teil Deutschlands geworden. Durch diesen Vertrag Hamburg hat ihre Tore zu Islam und Muslimen geöffnet. Und wir Muslime, inshallah ta'ala, werden mit Taten rechtfertigen, dass wir so einen Vertrag verdient haben. Ich beglückwünsche die Freien und Hansestadt Hamburg und den in Hamburg lebenden Muslime die Unterzeichnung des Staatsvertrages und wünsche beiden Parteien in Zukunft eine gute Zusammenarbeit. Das dritte Thema in heutiger Hutba ist die neue islamische 1434. Hijras-Jahr. Hijra war und für immer ist die wichtigste Ereignis in die islamische Geschichte, weil die Allah Ta'alas Wahrheit ist in Hira Höhle offenbart, aber in die Hijras Höhle Thawr besiegelt oder versiegelt. Wir alle wissen, dass bis die Hijra Islam war nur Theorie und nach der Hijra der ganze Islam wurde in Praxis gesetzt. Über Hijra gibt es viel zu sagen, aber für heute so viel. Und ich wünsche Ihnen und der ganzen islamischen Welt ein gutes und glückliches islamisches neues Jahr. Amin. ألا إن أحسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.